12 nëntor. Si i shërben Satani Perëndis? Ja, ne shpallëm të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë ç'bëri në fund Zoti, sepse Zoti është plot për dëllim edhe mëshuri. Jakobi 5:11. Pas çdo sëmundjeje edhe pa aftësie, qëndron vullneti vendimtar i Perëndis. Jo se Satani nuk është i përfshirë. Ka të ngjarë që ai është gjithmonë i përfshirë me qëllime shkatërrimtare në një mënyrë apo në një tjetër. Vepra 10:38. Por fuqia e tij nuk është vendimtare. Ai nuk mund të veprojë dot pa lejen e Perëndis. Kjo është një nga mësimet e sëmundjes së Jobit. Teksti e bën të qartë që kur sëmundja erdhi mbi Jobin, Satani e goditi Jobin me një ulçër të keqe. Jobi 2:7. Gruaja e tij e nxiti që të mallkonte Perëndin, por Jobi tha: në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk duhet të pranojmë edhe të keqen? Jobi 2:10. Sërish, autori i frymëzuar i librit, ashtu siç bëri te Jobi 1:22, e lavdëron Jobin duke thënë: në të gjitha këto, Jobi nuk mëkatoi me buzët e tij. Me fjalë të tjera, kjo është pikpamja e duhur e sovranitetit të Perëndis mbi Satanin. Satani është real dhe mund të ketë gisht të fatkeqësitë tona, por ai nuk e ka fjalën e fundit dhe as fjalën vendimtare. Jakobi e bën të qartë se Perëndia kishte një qëllim të mirë në të gjitha mundimet e Jobit. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë ç'bëri në fund Zoti, sepse Zoti është plot për dëllim dhe mëshuri. Jakobi 5:11. Pra, edhe pse Satani ishte i përfshirë, qëllimi përfundimtar ishte ai i Perëndis, dhe ky qëllim ishte plot për dëllim dhe mëshuri. Ky është i njëjti mësim që marrim nga e 2 Korintasve 12:7, ku Pali thot se gjembi i tij në mish ishte një lajmëtar i Satanit, e megjithatë ju dha për qëllimin e shenjtërisë së tij, që të mos mbahej me të madh. Për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjemb në mish, një engjëll i Satanit, për të më rënë me ngrushta që të mos mbahem me të madh. Në këtë mundim, përullësia nuk është qëllimi i Satanit, por është qëllimi i Perëndis. Kjo do të thotë se këtu Satani po përdoret nga Perëndia për të përmbushur qëllimin e tij të mirë në jetën e Palit. Në fakt, për fëmijët e zgjedhur të Perëndis, e vërteta është se Satani nuk mund të na shkatrojë. Dhe në fund, Perëndia i kthen të gjitha sulmet e tij kundër vetë Satanit dhe në të mirën tonë.